Lejoni t'ju falenderoj nga zemra për interesimin jashtëzakonshëm që keni për kuvendin e punës të lidhjes demokratike të Kosovës. Mirë se vini në demokraci. Do dëshiroja që këtë ditë ta shënojmë me maturitet politik, pra me diskutime, debate të hapura për vlerat themeltare të lidhjes demokratike të Kosovës. Le të jetë ky një standard i mirë, i mbar, jo vetëm për LDK-n, por çdo parti tjetër politike në Kosovë. I siguroj gjithë antarësinë e LDK-s se nga ky debat, nga kjo ditë, do të dalim edhe më të unifikuar, edhe më të fortë, edhe më të gatshëm për të ardhmen e mirë që na pret përpara. Edhe një herë, ka debat, ka diskutime, flasim për LDK-n, flasim për të ardhmen e Kosovës, në qetësi, në maturi dhe në fund me shumicë votash, me demokraci e përcaktojmë fatin tonë politik. A presin që këtë zbarë sot? A do përballim në Abdullahutin, i cili është kandidati vetëm deri tash ka shfaq interesim? Është kuvendi i lidhjes demokratike të Kosovës, organi më i lartë. Kuvendi ka çdo drejt vendos për çdo gjë. Prandaj në këtë rrethon unë do të kem një fjalim, të cilin ju do ta dëgjoni publikisht, dhe më pas i hapim punimet e kuvendit dhe kuvendi vendos për të ardhmen politike të LDK-s dhe secilit. E cilat janë pritjet e juaja zotëri dëgjuar, pritni që do të rikonfirmoheni si kryetari i LDK-s? Unë kam bërë gjë më fisnike që mund ta bëj, t'ja lë këtë fat antarësisë sime, dhe besoj që antarësia jonë është e matur, ka përkushtim për LDK-n, një nevojat e LDK-s dhe do të marrë vendim e lirë pas një presion politik. Pra edhe njëherë mirë se vini në demokraci, është standard normal politik i një partije politike, më vjen mirë që ka interesim të madh për LDK-n, është shaj e mirë për ne, ta shfrytëzojmë edhe këtë mundësi të mirë. A do nxisni garë, zoti Abdixhiko, a do të lejoni garën? Natyrisht, kuvendi është i lirë të vendos. A duhet që të vjetë në vot, zoti Hot? Kështu që kuvendi ka fillimisht një rendite, një fjalë time, pas fjalës sime merr vendimin për të proceduar tutje. Pati kritika për mos publikim të agjendës, mos çartësim, mos agjendës. Kështu që ky është niveli më i lartë demokratik. Mund gjejnë kritika për gjëra jo të rëndësishme, po le të vlerësojmë madhështinë e një partie politike e cila është e gatshme të ballafaqohet me antarësinë e vet. Pra, le të shohim anët e mira, mos shohim gjithmonë ndonjë lëshim të vogël teknik që s'ka fort pesh. Ju faleminderit gjithëve, faleminderit për interesimin e jashtëzakonshëm. Pas pak do t'ju ftojmë renda për të dëgjuar fjalën tonë. Ju faleminderit.